Mbrëmjen e kaluar janë arrestuar nga policia drejtoresha e filialit të postës së Durrësit Elisabeta Mataj, shefja e financës Valbona Hoti, Duni dhe arktarja Paula Dana. Nga njoftimet mësohet se pas kallëzimit penal të postës, prokuroria ka nisë me njëherë veprime procedurale dhe ka kërkuar mbështetjen e drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit për ndalimet që duheshin bërë. 3 punonjësit e akuzuar nga posta shqiptare për shkeljen e detyrë dhe abuzime me vlera monetare janë ballafaquar me njëra tjetrën dhe mësohet se ka patur konflikt mes tyre dhe akuza të ndërsjellta. Prokurori ka vendosur ndalimin e të trijeve, ndërsa hetimet vazhdojnë. Para kësaj faze, për këtë çështje, ishin depozituar 3 kallëzime penale nga palët e përfshira. Kallëzimi i parë është bërë nga posta shqiptare ndaj drejtoreshës filialit, shefës financës, arktarës dhe punonjësit të tjerë. Kallëzimi i dytë është bërë nga shefja financës ndaj drejtoreshës Mataj, ndërsa kallëzimi i tretë është bërë nga kjo e fundit ndaj vartësës Duni. Situata krijuar një ditë më parë, me akuza kundër akuza në filialin e postës shqiptare të Durrësit dhe fakti që mungojnë miliona lek, duket se nuk ka pasur impakt në pikat e shpërndarjes pensioneve. Procesi i dhënies pensioneve ka vijuar normalisht dhe pa vonesa.